Përshëndetje të gjithëve, jam Burimi, si një gazetar kinez që flet shqip. Emrat e Agorit dhe Katares ka qenë gjithmonë më shumë se emrat e të mëzënjë të letërsisë shqiptare. Sa më shumë lexoj dhe dëgjoj për ta, aq më shumë kuptoj përse ata mbeten kaq pranë shqiptarëve. Sot ndodhen në Peking në një aktivitet kushtuar këtyre dy figurave, i organizuar nga ambasada e Shqipërisë në Kinë. Dua t'ju ndaj disa zëra dhe momente nga ky aktivitet. Me rastin e 95 vjetorit të lindjes së drejtoro Agorit dhe 90 vjetorit të lindjes së Ismail Katares, në Peking u organizua një pasdite letrare me temë drejtoro Agori dhe Ismail Katare, dy korosët e letërsisë dhe kulturës shqiptare, studiues, pedagog, përkthyes, student dhe dashamirës së letërsisë, u takuan për të përkujtuar dy autor që vazhdojnë të mbeten pjesë e gjatë e kulturës shqiptare. Në fjalën e tij përshëndetëse, ambasadori i Shqipërisë në Kinë, zoti Riza Pota, theksoi rolin e veçantë të letërsisë si urë që ofron kultura dhe forcon mirëkuptimin ndërmjet popujve. Ismail Katare dhe drejtori Agolli kanë luajtur një rol të rëndësishëm në afirmimin ndërkombëtar të kulturës dhe identitetit shqiptar. Letërsia ka një fuqi të veçantë, ajo afron kultura, ndërton ura, mirëkuptimi dhe nxit bashkëpunim të frikshëm ndërmjet popujve. Profesoresha e asociuar Chen Fenghua, shefe e katedrës së gjuhës shqipe në Universitetin e Gjuhëve të Huaj të Pekingit, si edhe përkthyese e veprave të Ismail Katares në gjuhën kineze, theksoi se veprat e Agorit dhe Katares janë një dritare e rëndësishme për të njohur shpirtin, historinë dhe botën emocionale të popullit shqiptar. Çfarë riprash të Katares keni përkthyer? Faktikisht unë e kam takuar 2 herë Kataren. Katare është një nga shkrimtarët shqiptar më të njohur në botë. Shumë kinezët kanë lexuar veprat e tij. Libri i tij i parë që e lexova ishte Gjenerali i ushtrisë së vdekur. Në atë kohë ishte e mahnitur se doli një shkrimtar kaq i madh, i talentuar në një vend të vogël si Shqipëria. Vjen shumë vonë edhe rasti që e përktheva aksidenti romani e tij në vitin 2016. Përkthimi ishte një punë e vështirë me plot të sfida, por ishte prapë një eksperiencë shumë e veçantë e bukur për mua. Tërë jetën ai ka shkruar shumë vepra. Me këto vepra, ai ka krijuar një botë të madhe letrare në shqipe. Dhe duke marrë kombi shqiptar si një rast i veçantë, në veprat e tij janë thurur elemente historike, kombëtare, rajonare, kulturore dhe imagjinare. Prandaj duket sikur ai di gjithmonë ta plek botën e brendshme të lexuesit. Shumë gjërat ai nuk e ka shkruar me fjalë, por duket i ka thënë. Dhe sipas jush, pse veprat e tij mbeten të rëndësishme edhe sot për lexuesit kinezë? Po të lexonit shumë veprat e tij, do të kuptonit më mirë Shqipërinë dhe shqiptarët. Do të kuptoni më tej edhe botën, rajonin dhe ndoshta tërë njerëzimin. Do të ishte shumë e bukur po të dini për shembull gjuhën shqipe, me siguri do të shijonit bukurinë e gjuhës shqipe dhe të kuptonit më mirë këto gjërat të thella dhe filozofike. Profesor Zheng Enbo, studiues, përkthyes dhe urbanolog i shquar kinez, është një nga emrat më të njohur në përhapjen e letërsisë shqipe në Kinë. I njohur edhe me pseudonimin Shqiponia e Kuqe,
Ai është nderuar me udhërin në inflashëri I art për kontributin e tij në promovimin e kulturës shqiptare. Në vijim, ai ndon kujtime personale dhe vlerësime për figurën dhe krijimtarinë e Dritor Akollit. Dritor Akolli ishte njeri shumë I famshëm. Unë isha një katetar I thjesht, e më vonë një punonjës letrare I thjesht. Midis neve ka diferenca shumë të madhe, por ai është njeri shumë I thjesht. Nuk është mendje madhe, as pak. Në trajton mua si vëlla. Vëllai në shoqëri edhe në letërsi. Marrëdhëniet jonë, miqësia jonë, filloi në vitin 66, kur fillova të përkëthej poeme e tij të famshme The Wall. Më pëlqen shumë nga poemat sigurisht Nëna Shqipëri. Është një poema universale, magnitëse. Veprat e tij është shumë popullor. Gjuha e thjesht, e qartë, e goditur, figurative. Edhe gjithmonë përdor shprehje popullore. Prandaj lexoni si të flasin se Akolli është më shqiptar. Më pëlqen shumë aroma e veçantë e këndshme e poezisë së tij. Sidomos te Vollit. Ai është shumë njeri I afërt me jetë, me realitetin e vërtet, edhe me gjuha popullore. Fjalim mbajti edhe profesori I asociuar Wang Caixiao, shef I katedrës së gjuhës shqipe në Universitetin e Studimeve Ndërkombëtare të Pekinit, I cili theksoi rëndësinë e letërsisë shqipe në afrimin e studentëve kinez me kulturën dhe shoqërinë shqiptare. Por edhe një dritare e çmuar për të kuptuar historinë dhe kulturën e Shqipërisë. Aktiviteti vijon më pas me interprektimet. Studentët e gjuhës shqipe recituon pjesë nga krijimtaria e Akollit dhe Katares, si kur një mëngjes, kur ti telefonojë në Shqipëri, ora e gurit dhe ti dhe hëna, si edhe këngë shqiptare e kineze. Përmes këtyre, letërsia shqiptare erdhi në mënyrë më të gjallë, të ndjerë dhe të afërt, duke I dhënë aktivitetit një atmosferë të ngrohtë dhe plot qarëri. Nga Shqipëria në Kinë, zëri I Akollit dhe Katares vazhdon. Njëri me fjalën e afërt me jetën, tjetri me serësinë që e çon në letërsinë shqiptare drejt botës. Ata shkruajnë dhe lënë gjurmë. Çastet karimtare I kësajnë në kujdes dhe I lënë aty në pritje të atyre që do t'i lexojnë sërish. Jo vetëm në libra, por në mënyrën se si lexohen, si kujtohen dhe si ndiken nga njerëzit. Edhe këtu në Kinë, veprat e tyre vazhdon të krijon në lidhje mes gjuhëve, mes kulturave dhe mes njerëzve që ndonë se larg mund ta kuptojnë njëri tjetrin përmes letërsisë. Dhe kjo është arsyeja pse ata mbeten të mëzenje, sepse vazhdojnë të flasin për njeriu edhe sot. Jam Burimi, një gazetar kinez që flas shqip. Shikemi herën tjetër.